S'po di, a e ki serios që të koment, a me qëtë për mungutës. Mirë se erdhe në realitetin ligjore të botës. Normal që mundet parja më konë krem, sidomos kër i ka vjedh. Literalisht definimi i krimit. Kër e vjedh dhe qka, është krem. Dhe vjen si më thonë, hajtë se përpranoj korupcionin, për qëtër unë ankona se Kosova nuk zhvillohet. S'munash, nuk munesh më pas dyjat. Po, s'ka problem, dada ta spjegon pse është krem sakt. Nuk është krem më pas pare generalisht, normal. Na thonë kem pare deri një pikë, me pas pare nuk është krem. A që që ke morë ato pare, mundet me bo atë pare në krem. Për shembull, mu vjedh pare prej tenderave, krem. Mu vjedh tokë me korupcionit, krem. Të farloj kontratave që jënë nënshkru me presion e me dhunë, krem. Që kjo ma e interesanta petanave, gjdo sen se ke bo peqityn e trijave, do më thonë, nëse ke bo pare peqityn e trijave, e me që ato pare ke ble shpia, ose ke marrun ndërtesa, edhe ato jënë krem. Do më thonë, nëse i ke morë paret, nëse burimi i pareve është kriminal, edhe çka bën me ato pare mundet po kon kriminal. Është se më thonë dikush, a është krem me pas një kera? Po, nëse e ke vjedh, është krem, absolutisht. Nëse e ke ble me paret poqa, knaqë mëre inshallah e qkyn atë kerë, inshallah ja qkyn në rrotat. Po shumë ma interesant këtë pyetje për mdoket se do të popullatës tonë, tash më e di se shumica nuk menon se te, ama do të popullatës tonë po, është shumë interesant se ju jeni diçka shumë të habet, diçka jeni shumë s'po di as ç'më shpjegu, diçka shumë lehtë më ju mashtru me një argument, është diçka shumë lehtë më ju shti mos më fol më. Se njëllën unë e di, na e kena shumë vlera edhe njekim, na e dojmë sinqeritetin, na e dojmë ndimen, na e dojmë, ja dojmë të mirën tjerëve, na e vlerësojmë punën, sidomos punën e moralshëm, na e njekom dinjitetin, normal gjithkush e don dinjitetin për vetveten, po edhe sovranitetin për vetveten, në tani edhe për shtet. Na e thojmë se i dojmë gjithë këto sene, anë qetrën unë, sa let i vjen juve ose dove se ju tonve, sa let ju vjen me justifiku të keqen. Tash sot ja vjen që me shpërbly, po dishësh, sa let e shpërblene dikon të keq, dikon që e din është njeri keq, nuk është i moralshëm, pse ja jep? Edhe kjo është problem ja fal dikur respektit, është problem mu fol mirë për dikon që e din është i keq, është shpërblim mja letësu dikujt jetën, është shpërblim, kur faktikisht na do të me shpërbly njerin e mirë, njerin e dashur, njerin që e bën parën e vet në mënyrë të moralshëm. Pse nuk është problem dikën që i bën senet në mënyra të moralshëm? Që kjo më duket shumë kontradiktor. Edhe veç fakti se shumica faktikisht e popullatës janë në çet aspekt shumë kontradiktor, se i mshelim syt kur dikush bën diçka me krime, thojmë hajt se sens është fakti pse na si shoqni jena shumë fragjile. A bën edhe shqip fragjile? Se kur ti kish karakterin tën vet fragjile, është zor me ndërtu një shoqni që është stabile, është shumë zor. Më thon, na s'kem çare pa i përmesu qito vlerat tona në shpirtin ton, e me gjiku të keqen kur është me vend me gjiku, a me shpërbly të mirën kur është me vend me shpërbly. Në anglisht thirret ja për shembull cognitive dissonance, kur ti e din që e ki do vlera, po jetën e jeton krejt ndryshe edhe e pajtuash me sene se normalisht me ndigu vlerat tua nuk ishe pajtu me to. Edhe krijon një farë kausin vetveten në shpirt tonin. Nëse je deri diku në moralshëm, se mos më kon ty bes krijon zanet, ama inshallah pe kupton tash se me justifiku hajnin nuk mundesh me mbajt pritshmërinë e sinqeritetit për politike. Ti s'mundesh më kon okay me hajnit e dikush që ty të pëlqen si person ose për çfarë lloj arsye që ekziston. Anqetrën on me gjiku ton të tjerë politikant, ose je kundër hajnie ose si. S'mundesh veç me zgjedh kur të konvenon ty, më koni moralshëm a mos më koni moralshëm. Hajde bëma një follow, mos me hub as një video të radhës.